Kërkosh azil në Britani, duhet tregosh që jeta jote është në rrezik. Dhe nuk mund të kthehesh sepse vendi jot është i pasigurt dhe qeveria dhe shteti ku jeton as nuk mundet, as nuk e ka dëshirën për të mbrojtur ty. Dhe më thënë, thresholdi niveli është shumë i lartë, sidomos për shqiptarët si të kalosh një mal shumë të lartë si marrja e Everest. Do thosha, disa e kalojnë, shumica nuk e kalojnë. Prandaj, edhe Shqipëria është në listën e vendeve të bardhë, domethënë përgjithësi, kërkesat për azil qytetarëve shqiptar duhet të refuzohen me përjashtim të rasteve kur zyrtarët e migracionit janë të bindur se kërkesa ka vlerë që të mos refuzohet. A mendon Britania që Shqipëria është një vend i sigurt? Padyshim. Dhe është në listën, është aplikohet seksioni 95 i ligjit për emigracionin dhe azilin i vitit 1999. Dhe duke u barezuar në këto procedura, azilkërkuesit shqiptar duhet të provojnë pra që janë në rrezik, e dyta duhet bëjnë kërkesën për azil sa më parë që të mbrinë në Angli dhe jo të bëjnë mas shumë vitesh, dhe e dyta, kur bëjnë kërkesën për azil, janë subjekt i mbajtjes, që ose janë, më thanë, të vetëm, janë të rinj, pa familje, mund të mbahen në qendrat e mbajtjes e emigracionit, ju shqyrtohet kërkesa azilit shpejt, ose nëse janë familjar, ju shqyrtohet kërkesa në liri, që ndojnë në hotele, siç është çështja shumë po mbyllen hotelet, domethënë, edhe kur siç janë hotelet, dhe pastaj shqyrtohet kërkesa e azilit. Kërkesat e azilit në radhë parë duhet të investohen, personi duhet të intervistohet nga Home Office dhe të tregojë arsyet e qarta drejt për drejt gjithçka që ka frikë në Shqipëri, dhe pastaj nëpërmjet avokatit ka 5 ditë nga ajo ditë të paraqesi vërejtjet ose arsyet shtesë ligjore se pse duhet marrë azil në Britani, dhe pastaj Home Office ndërvendim. Në përgjithësi, pjesa e madhe kërkesa për azil shqiptar refuzohen pa të drejtë gjyqi, që do të thotë vetmi mënyrë për ta kundërshtuar atë nëse ka merita është në gjykatin e lartë për shikim gjyqësor, por një pjesë e tyre, sidomos raste kur janë trafikimi apo raste të veçanta kur evidenca është e mjaftueshme, marrin të drejtë apelimi pranë gjykatit të migracionit. Apelimi i gjykatit të migracionit zgjat 1 vit 2 vite, dhe nëse fiton tani merr të drejtë 5 vjeçare për të qëndruar në Britani, dhe nëse nuk fiton azil, po ke arsye të forta mendore, shëndetësore, atëherë merr vizë 2 vjet e gjys, dhe 4 herë aplikon nga 2 vjet e gjys, mas 10 vitesh merr leje përhershme qëndrimi, mas 11 vitesh bëhesh me mund të aplikosh me British, por tani siç është situata nga 10 shkurti, nuk mund të aplikosh me për British, po do të rish me indefinite leave to remain. Edhe për sa i përket atyre që u refuzohet kërkesa për azil me pa drejtë gjyqi, mund të kapen në vendin ku janë hotela, në shtëpia kudo, rruga që i kapin në mënyrë të rëndom, mund të çohet në qendrën e burgimit dhe e marrjes së emigrantëve, dhe pastaj caktohet charter flight, janë avionet veçanta që shkojnë në Shqipëri për çdo javë me shqiptar që refuzohet e drejta e qëndrimit. Dhe pastaj në qoftë se ke baza ligjore, avokatët mund të shkojnë te gjykati, marrin urdhër dhe ti të qëndrosh të dalësh për jashtë gjatë kohës që shqyrtohet kërkesa jote për azil. Avokat, apo kthehen vullnetarisht shqiptarët? A ka numra vullnetarë të kthimit? Sa mund të flasim në përqindje? Do thosha në këtë kushte kthimi vullnetar shumë i ulët, ka shumë pak raste që shoh njerëz që kthehen vullnetarisht, por ka shqiptarë që të drejtën nga reagimet që unë marr në TikTok dhe në rrjetet sociale, ata janë të pakënaqur, domethënë e shikojnë, janë të revoltuar me jetën këtu, duan të kthehen, por nuk kthehen dot prapë, domethënë është një konflikt brenda tyre. Kur kanë ardhur sidomos kontingjenti i tyre që kanë ardhur me gomone e mbrapa, fatkeqësisht nga element kriminal, trafikant, ju është shitur një Britani totalisht ndryshe nga ajo që e kanë në realitet sot, dhe realiteti me ëndrrën janë përballë një tjetrën, dhe prandaj kemi këtë që thonë jam fed up, jam i lodhur, jam i marruar, jam i shqetësuar, nuk duhet jem në këtu, por shoh shumë pak që vullnetarisht tentojnë të kthehen, ose përgjigjet nuk ka problem. Gjithsesi, kjo do thotë që pavarësisht situatës që Britania i shtrëngon rregullat e migracionit për ditë dhe faktikisht nuk prisja që qeveria laboriste të merrte masa kaq drastike, çështja e sigurimit të dhënës së qëndrimit në Britani bëhet më e komplikuar, prandaj është e nevojshme që në këtë situatë komplekse të mendojnë qytetarët shqiptar me gjaktësi dhe të mos
tjera që impulsiv që do bëj këtë, do bëj atë, shumë e rëndësishme këshilla ligjore, është shumë e rëndësishme. Si kur je i smur, këshilla mjekut është kryesorja. Absolutisht mund shkoj të shikoj në Google ose në ChatGPT ose që janë të moderne që kanë dalë tani. Mirë, po po tisha, po bëj krahasim me ndoshta që ti kuptuar njerëzit, që se unë mund ta marr një hap, ndoshta shkoj në farmaci, po ai mund të mbrasin mua. Ja? Sepse nuk e di pa, nuk e kam dini, ose mund ta bëj më të smur se sa je. Pra është shumë e rëndësishme që ekspertiza ligjore, si ekspertiza mjekësore, janë hand in hand. Është shumë e rëndësishme që të zgjidhësh, domethënë, përfaqësimin e duhur dhe këshilla e duhur e ekspertit, besoj që është hap një ditë shumë të mirë jashile. Edhe nëse problemi jot nuk rregullohet pakten, nuk shkon në ekstrem dhe keq pasojë të forta. E qartë. Po për sa i përket mbylljes së hoteleve, është një vendim domethënë që qeveria sërish në mënyrë drastike që e ka marrë dhe që nuk do ketë më. Ku do qëndrojnë ata azilantët, dhe aktualisht ata që janë të akomoduar nëpër hotele, ku do shkojnë? Po unë do flas për qeverinë aktuale. Qeveria laboriste po bën çmos që të kufizojnë numrin e azilkërkuesve në hotele. Ata kushtojnë një shumë të madhe faturë për taksa paguesit britanik për çdo person që neve paguajmë taksa në Britani dhe edhe besoj që edhe ata vetë azilkërkuesit nuk donë që të jenë në një ambient hoteli ku nuk kanë jetojnë me fëmijë dhe nuk kanë ku të gatuajnë ose jetojnë në hotele ku jetojnë hajnë chicken curry apo oriza ku diun diçka gjithë kohës dhe nuk mund kanë ankesë, nuk mund të ankohen në të njëjtën kohë që pronarët e hoteleve marrin faturat të marrë nga qeveria. Ja, ne nuk duam askush nuk do që kjo situatë të vazhdojë. Dhe në këtë kontekst qeveria po bën çfarë tjetër mundet që të përshpejtojë shqyrtimin e kërkesave për azil dhe të nxjerrin personat nga hotelet me vendimet e Home Office, ata persona që nuk kanë drejt të qëndrojnë këtu në fund të procesit të azilit të kthehen në vendin e origjinës dhe ata që fitojnë lejen e qëndrimit në çfarëdo forme të dalin nga hoteli ose të punojnë ose të kalojnë në sistemin e ndihmave për siç marrin gjithë qytetarët të tjerë dhe të dalin sa më parë nga hotelet. Dhe qeveria ka dhënë vitin 2029 si datën e fundit për mbylljen e hoteleve, por deri tani qeveria ka mbyllur 200 hotele nga 420 që janë që operojnë në gjithë Britaninë dhe parashikohet Keir Starmer ka thënë që brenda një viti dëshiron të mbyllen gjitha hotelet dhe kjo taks faturë shumë e madhe të zvoglohet duke transferuar azilkërkuesit në qendra të ndryshme, në shtëpia, në vende që janë më të përshtatshme edhe për ata. E qartë, e drejtë jo. Edhe më të lira. Shumë e qartë. Tani duhet të të pyes pak edhe për vendimin e fundit. Gjithashtu një vendim i fundit nga qeveria britanike është që nuk do ketë më të drejtë askush, as ka pasur në fakt të drejtë nga ana juridike, nga ana ligjore për të punuar në zezë. Dhe duke qenë se ka shumë emigrantë që janë pa dokumenta. Dhe shumë e shfrytëzojnë edhe në mënyrë logjistike këtë gjë për t'i rënë pak më lirë kostos së jetesës. Çfarë do thotë kjo? Si reflektohet në mirëqenien e komunitetit të shqiptarëve këtu dhe si do mbijetojnë shumë prej atyre që e kanë, si thuash, punë të parë dhe të vetme? Po, në luftën kundër migracionit të paligjshëm, qeveria britanike po lufton, po përpiqet të zvoglojë në maksimum atë që quhet pulling factors, magnetin që i bjen njerëzit në Britani. Dhe një nga arsyet që i bjen njerëzit në Britani është mundësia për të punuar në ekonominë e zezë. Dhe mundësia për të punuar në ekonominë e zezë i kushton Britanisë shumë. Domethënë për këtë vinë shqiptarët këtu për të punuar në zezë? Nuk po them të për shqiptarë, po mund njerëzit mund të vinë në atë arsye. Ndoshta edhe ajo është një nga arsyet, pull factors që thonë. Si thua për të fituar lek shpejt. Po, dhe për të përfshirë edhe në aktivitete të tjera që është një aspekt tjetër i qytetarëve që kanë. Dhe në përgjithësi është ndaluar me ligj që të punosh në të zezë është vepër kriminale. Ja, dhe mund të shkosh në burg. Dhe qeveria do nga fundi nëntorit do paraqesë një projekt ligj të ri për sa i përket dënimit edhe të punëdhënësve në burg, nëse e përsërisin dhe marrin emigracion paligjshëm. Po mirë, a ka ndonjë formë lehtësimi për t'ju dhënë një të drejtë për të punuar derisa ata të marrin statusin e emigrantit, të drejtat e qëndrimit? Nëse unë do të isha unë të këshilloja qeverinë, do thosha që ata që kërkojnë azil përpara vite përpara kohën Tony Blair ka qenë që pasi të kesh bërë 6 muaj në Britani,
dhe nuk të është shqytur kërkesa për azil, ke pas drejt të punosh, ose ke pas drejt, sa ke kërkuar azil, ke pas mundësi të punosh. Kurse tani nuk ka asnjë drejt, vetëm 12 muaj mas që kesh bërë kërkesën për azil që s'është më përndim për ty. Tani mund të kërkosh të punosh, por edhe ato janë shumë të limituara. Dhe unë do të thotë që këshilla ishte që do të ishte që ata që kanë kërkuar azil kërkues, po mos t'i lësh qytetrinë në hotele, po le të punojnë derisa të shqyrtohet kërkesa për azil dhe nëse s'kan drejt të tregohen. Nga Britania, kështu që jenë self-sufficient, pagojnë edhe taksat dhe kontribuojnë në ekonominë britanike. Për të mirën e përgjithshme. Qeveria, me sa duket, ka parimin, qeveria thotë që nëse ke ardhur në zezë, nuk do të shpërblehesh për zezën. Duhet shkosh brenda në vendin e origjinës dhe prandaj po marrin çdo lloj masës për t'i eliminuar arsyet pse njerëzit vrinë Britani dhe shohin Britaninë si një vend që mund të punojnë, mund të marrin të ardhura në çdo formë të ndryshme duke qenë ilegalisht. Do të kuptoj vetëm një gjë, logjikën e kësaj të ardhurit në zezë dhe të drejtës për kërkuar azil. Si mund të kërkohet azili në rrugë ligjore, duke qenë një dikush ka të drejtë është i rrezikuar në vendin e tij dhe do të vijë këtu. Shumica kanë ardhur kështu ilegalisht dhe pastaj kanë treguar historitë e tyre dhe janë përfshirë në procesin e azilit. Në përgjithësi, si të thash, sepse ata nuk mund të vinë më në rrugë të rrezikshme. Është parim shumë i thjeshtë. E drejta për kërkuar azil nuk është krim të kërkosh azil. E krimi është abuzosh procesin e azilit. Po a nuk e din shqiptar, tregoje pak si mund të bëhet kjo? Nëse ti kërkon azil, do thotë që ti jeta jote është në rrezik. Dhe nuk mund përishësh ti derisa të marrësh parimi është i tillë që ti mund përishësh, po themi një vend si themi Iran. Po e lëm Shqipërinë, themi një vend si Iran, kur nëse ti thua diçka kur e qeverisë, ata është dënimi, është kapital dhe në ekzekutiv dhe nuk mund përishësh derisa ti thosh qeverisë më mbroni, se qeveria nuk mbron dot. Dhe ti ikë dhe largosh momentin e parë dhe jene kërkon azil. Prandaj thotë që ti duhet kërkosh azil sepse po kërkon mbrojtje ndërkombëtare dhe kur vjen Britani për kërkon shtetit mbrojtjes, është me vërtetë janë rrezik. Ti nuk mund të jesh rrezik pas 10 vitesh të kërkosh azil, të rish në zezë. Pra duhet qeveria thotë që shteti nëse azil kërkuesi vjen dhe kërkon azil, duhet kërkoj azil menjëherë. Është drejt universale e personit që largohet. Po përse nuk e kërkojnë shqiptarët këtë të drejtë ligjore? Të drejtë azilit. Nuk e kanë respektuar këtë procedurë. Për arsye se pasat për të kërkuar azil të qytetarëve shqiptar janë të limituar. Shqipëria është kandidate e Bashkimit Evropian, është anëtare e NATO-s dhe ka bashkëpunim ngushtë në kundër krimit dhe emigracionit paligjshëm me Britaninë dhe Shqipëria është një vend evropian ku supozohet që të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve shqiptar respektohen. Por ka mjaft raporte që përqesin Shqipërinë si një vend problematik ku korrupsioni, krimi organizuar, korrupsioni që dëmos në sferat e drejtësisë, ku qytetarët nuk mund të gjejnë drejtësi për problemet e tyre që kanë, ata nuk mund të gjejnë zgjidhje në vendin e vet dhe i drejtohen vendeve si Britania për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare. Konventa e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët e vitit 1951 është sankcionuar qartë që nëse një personi jeta e një personi është në rrezik në vendin e origjinës, atëherë ai mund të kërkojë në një vend të drejtë, të sigurt dhe të kërkojë azil, kërkojë mbrojtje ndërkombëtare. Por Shqipëria nga Britania nuk janë në kufi me njëra tjetrën dhe qytetarët shqiptar kalojnë gjithë vendet e Evropës kur vinë këtu. Dhe prandaj kërkesat për azil janë në përgjithësi të dobta. Avokat, edhe unë nuk është të kam gjitha ato informacione nga ana juridike, kam lexuar shumë informacione, po unë jam thjesht gazetare dhe nuk mund të interpretoj ligjet, prandaj kam ardhur këtu të pyes ty, sepse ka dhe informacione në përmes burimeve zyrtare. Për mua është një çështje shumë delikate dhe preferoj gjithmonë ta konsultoj me dikën nga ana juridike. Duhet të pyes pak se për shembull, po marr një rast konkret të atyre shqiptarëve që jetojnë këtu, por që janë në të zezë. Kanë hyrë si kanë hyrë, tani jetojnë në të zezë dhe punojnë në firma ndërtimi, gjithsesi kanë krijuar familjen e tyre. Bashkëshortët zakonisht që kanë sjellë fëmijë në jetë, fëmijët i kanë të drejtën për qëndruar këtu dhe janë, më shpjego pak të situatën. Unë një raste që jam kthyer në Shqipëri tani, partnerët, bashkëshorti në këtë rast, për të fituar një të drejtë për të ardhur përmes bashkëshortes dhe fëmijëve. Duhet kuptoj logjikën, si mund të bëhet kjo në situatën aktuale që flasim, për të kuptuar problemin e tyre. Po. Shumë pyetje e qartë.
Siç e thash më herët, nëse ke ardhur në Angli ilegalisht, ti nuk supozohet të jesh në Britani. Nuk supozohet të punosh, nuk supozohet të kosh të marrësh shërbime shëndetësore, nuk ke drejt pas një dhënë shërbimi. Do të thënë je në hije, nuk ekziston këtë vend. Por, duke qenë se je qenë njerëzore, ke jetën tënde, autoritetet e migracionit nuk kanë arritur që të zbulojnë dhe të kthejnë. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse ti ke krijuar jetën tënde familjare dhe private, atëherë nëse je bërë me fëmijë dhe partnerja jote ose partneri jot është me leje qëndrimit, ose shtetas britanik, ose shtetas evropian me pre-settled status ose settled status, ose shtetas shqiptar që ka fituar drejtën e azilit, ose shtetas shqiptar që ka fituar 2 vjet të gjysmë leje qëndrimi, atëherë nëse bashkë me fëmijë, fëmia ka të drejtë të marrë leje qëndrimi si prindi. Ja, dhe në qovë se ti ke mbi 2 vite që bashkëjeton ose martohesh me partnerin tënd, edhe për arsye të fëmijës, për arsye të rregullave në fuqi të emigracionit për të mos i krijuar traumë fëmijës, zyrtarët e emigracionit, nëse ti aplikon për leje qëndrimi nga Britania, e shohin të arsyeshme që fëmia ka nevojë për të 2 prindrit dhe i japin leje qëndrimi individit që ka fëmijë. Këtu, por në përgjithësi, por në rastet kur nuk ke fëmijë, duhet kthehesh në Shqipëri për të zbatuar rregullat e migracionit, të kthehesh dhe e tham në fillim sa interviste që ligjet tani kanë ndryshuar dhe në përgjithësi duhet që ndrosh tani deri sot, deri me datën 11 nuk ke pas nevojë, po tani nga 11 maj, 11 nëntori e mbrapa, domethënë duhet në përgjithësi që ndrosh në Shqipëri 1 vit larg nga familja jote. Dhe pastaj të aplikosh për leje qëndrimi në Britani, nëse ke pagu vetë biletën, domethënë është 2 vite. Dhe kjo është faktikisht një problem i madh ligjor që ne patyshim avukatët duhet ta shqyrtojnë nëse është e përputhshme në Konventet Evropiane për drejtat e njerëzit, dhe drejtën për të mbajtur familjen, jetën familjare dhe private të individit. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse ka vendime negative të tilla, të apelohen dhe të paraqiten gjykata dhe gjykata të marrin mendime. Është qartë sepse nuk dua që ta zgjasim shumë tani për të bërë edhe më shumë konfuz, për të bërë konfuz më shumë se ç'janë, por vetëm të pyes pak shkurtimisht për sa i përket vizave për bashkime familjare nga ana procedurale, na trego pak rrugën për ata që nuk e dinë, nuk e kanë. Për bashkimin familjar në përgjithësi, nga ana procedurale do thosha që pavarësisht se zyrtarët e emigracionit duhet të refuzojnë kërkesat të tilla nëse janë bën periudhën më herët se 12 muaj nga dita që ti e kthyer, vullnetarisht ke paguar vetë e përsëris. Ja. Nëse ti ke arsye familjare që ta bësh aplikimin të tillë, do t'i shpjegosh zyrtarit të migracionit 1, pse ke ardhur ilegalisht, 2, sa kohë ka kaluar që ke hyrë ilegalisht dhe nëse ke përsëritur hyrjen ilegale në Britani, hyrje dalje, do thosha, mirë paligjshme. Dhe nëse ti ke jetë të fortë familjare private në Britani që efektuhet nga mbajtja më shumë se 1 vit larg Britanisë, atëherë patjetër duhet të aplikosh dhe të përgatitesh argumentat e tua ligjore në aplikimin për vizë dhe t'ia paraqisësh Home Office. Nëse kjo refuzohet, atëherë duhet të padyshim të apelosh vendimin në gjykatat britanike. Procedura? Procedura gjithmonë nëse në radhë parë duhet vërtetosh që jeni në radhë parë jeni martuar, në radhë 2 duhet të kesh gjuhën nivelin e gjuhës angleze, niveli A1, por kjo do të ndryshojë nga janari mbrapa. Do jetë niveli më i avancuar. Do të jetë padyshim do të jetë ndryshim, por kjo nuk është ka hyrë akoma në fuqi, po mendoj që me 8 janar mbrapa të jetë në fuqi edhe mënyra se si do të sanksionohet niveli i gjuhës për familjarët qytetarëve britanik ose atyre që kanë leje qëndrimi në Britani, dhe pastaj duhet kesh edhe nivelin e të ardhurave të mjaftueshëm për të sponsorizuar partneri në Britani, për të sponsorizuar partneri që shkon në Shqipëri aplikon për vizë, dhe në përgjithësi është 29.000 pound të ardhurat vjetore. E mbyllim këtu avokat sepse ka kaq shumë informacione, e di ka kaq shumë çështje që duhen diskutuar dhe unë nuk do mundem që ti e zaroj të gjitha në këtë intervistë, por që besoj ato më esenciale dhe ndryshimet thelbësore i diskutuam. Një këshill tjetër apo diçka që do të ndash patjetër. Edhe një të fundit, më thënë që për sa i përket fenomenit të heqjes së shtetësisë britanike, shumë qytetarë shqiptarë që jetojnë në Britani dhe kanë ardhur gjatë luftës së Kosovës, duke deklaruar që ishin nga Kosova, kemi një luftë
unë personalisht 18 vjeçare për ditë për këtë çështje deri në Gjykatën Supreme dhe kishin dy mënyra në të cilën qytetarëve shqiptar nuk mund të hiqë shtecia britanike. Dhe ajo ishte që ose personi kishte marrë ishte i rritur dhe kishte marrë lehtë përheqshme qëndrimi nga periudha 2003-2006 si rezultat i amnestisë familjare të shpallur nga qeveria laboriste e Tony Blair në atë kohë, ata nuk ju hiqë shtecia dhe çdo person të mbeteshin shtetet britanik pas hetimeve me dhënat e Shqipërisë, dhe çdo person që ishte nën moshën 18 vjeç kur është bërë britanik, edhe ata nuk u hiqë shtecia. Tani me ndryshimet që kanë ndodhur tani, personat që kanë marrë me amnesti familjare të vitit 2003-2006, edhe ata nuk janë tashmë të mbrojtur nga procesi i heqjes shtecisë britanike nëse gjendet që kanë mashtruar që janë nga Kosova dhe janë Shqipërisë. Pra edhe kjo është një shtrëngim edhe akoma më i fortë i rregullave të migracionit, pas duke qenë se amnestia familjare ka qenë përjashtim nga heqja e shtecisë që nga viti 2011 deri sot plot 14 vite. E qartë, mbyllëm me këtë informacion shumë të rëndësishëm. Faleminderit shumë, i prek edhe çështjen e Kosovës, emigrantëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Nuk lam gjë pa diskutuar në këtë intervistë. Do t'i trajtoj me shumë profesionalizëm dhe t'i ndaj për diasporën shqiptare. Unë falenderoj edhe ndjekësit e diasporës dhe podcasti Diaspora Reality Show që po na ndiqni përmes kësaj interviste. Mos harroni të lini komentin tuaj më poshtë dhe të shkruani të gjitha kërkesat që ju keni për informacion në vijim në bazë të kësaj bisede që unë realizova me avokatin Naim Hasani, një nga avokatët më të mirë të diasporës shqiptare dhe më gjërë. Falenderoj shumë për kohën, avokat, dhe të uroj sukses dhe mbarësi në vijim me gjithë këtë procedurë të le të themi shumë të vështirë, që ti ke mision shumë i vështirë ky joti avokat. Jo pamundur, faleminderit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim. Mezi pres të takoj në video të radhës, deri atëherë të kaloni sa më bukur.